Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ka qenë një mashkull, zbulohet arsyeja e përleshjes së Rozana Radit dhe Rezar Tashkurtës. Dosja penale e një prej përleshjeve më të bujshme mes të ashtu quajturave personazhe VIP në Shqipëri. Bëhet fjalë për sherrjen mes këngëtarëve Rezar Tashkurta dhe Rozana Radi në 6 shkurt të vitit 2011. Molla e sherrit ka qenë i dashur i përbashkët Ermal Hoxha, nipi i diktatorit Enver Hoxha, i dënuar për trafik droge dhe që çuditërisht nuk ju zbatua ligji antimafia. Para se të lidhej me artistin Noizi, Rozana Radi ka pasur një raport intim me Ermal Hoxhën. Rozana kishte ndërkohë miqësi të ngushtë me Rezar Tashkurtën. Në momentin që Ermal Hoxha ka njohur Rezar Tashkurtën përmes Rozanës, ka nisur të flirtojë me të. Me kalimin e kohës, Ermal Hoxha është lidhur me Rezar Tashkurtën, ndërsa Rozana e ka parë veten jashtë loje. Kështu raporti mes dy shoqeve u kthye nga miqësor në armiqësor. Rezar Tashkurta kishte njohje dhe takohej edhe me artistin Noizi, me të cilin Rozana krijoi më pas një raport. Dy shoqet e kthyer në armike të përbetuara, pasi Rozana pretendonte se Rezarta e kishte prerë në besë duke i marrë të dashurin, nisën të shigjetonin njëra tjetrën në rrjetet sociale dhe emisionet televizive. Në këto kushte, Rezar Tashkurta i ka kërkuar një takim sqarues Rozana Radit në zonën e liçenit të thatë në Tiranë. Takimi është caktuar në orën 3 të datës 6 shkurt 2010. Sapo janë takuar në një zonë ku nuk kishte shumë njerëz, Rezar Tashkurta është konfliktuar me Rozana Radin, duke i goditur atë me grushte në pjesën e fytyrës. Përleshja ka qenë e gjatë. Rezar Tashkurta sulmonte me tërbim, ndërsa Rozana Radi qëndronte pasive. Sipas dosjes, Rozana Radi nuk ka sulmuar nga frika se mund të dëmtonte ndërhyrjet me silikon në trup. Megjithatë, për shkak të përleshjes, grushteve, shpullave dhe gërvishtjeve, të dyja u ka plasur silikoni. Rozana Radi ka kallëzuar penalisht Rezar Tashkurtën, e cila u more pandehur për plagosje të lehtë me dashje. Fillimisht që të dyja kanë pretenduar se shkak i sherrit ishte një konflikt në një emision në Kosovë, por në fakt shumë shpejt është zbuluar se shkaku i sherrit ishte Don Juani Ermal Hoxha, nipi i diktatorit Enver Hoxha.